Kur thotë dikush është trem, ka në kupton lavdat dhe jo kritik. Edhe Kosovë s'ka pas luftë për një kohë, të ishen vend ballkanik, është një pak ma e... Kur ke thotë dikuj a jetë trem, e ka pas mundësin hipotetike mu përgjigje, dhe ka thonë po trem jam. Edhe erdhë lufta në Kosovë. Pyetja, a jetë trem, tash merr ke përgjigje konkrete. A jetë trem, a ki me luftu? Që shedini jo numrat janë kodë vëgjën, pjesëmarrjes luftë. Edhe na dul që në pjesë të madhe se shim kohën bashtrima që jemi përgjigj në kohën kur na kanë pyet. Edhe në rregull, është tu kry lufta fatmirësisht të çlirum. Nuk ka asnjë vend botë ku këtë populli merr pjesë në luftë. Gjithashtu, trimnia ka dimensione të ndryshme, nuk është trimni vetëm me kapë armë. Po fatkeqësisht këtu veprimi fizik trajtohet si trimni. E veprim fizik në luftë paten pak veta dorën zemër, s'kam qa boj. Gjithsesi u krya ajo punë. Edhe plot burra e kanë pa veten bashkë me gratë veta të ik. Është traumatike për një burr. Kur i thot grus, ik se na mëtën. U kthy mas luftë. Edhe ajo është mbyllje tash. Mbyllje, një farë ndjenje poshtrimit. Ekëm, s'luftum, s'najtëm. Dorën zemër edhe këta që kanë luftu, janë krekos pak ma tepër sa që duhet, janë kontri, kanë abuzu në ashtë ta një pjesë me atë fakt, i kanë nëmshmu tjerë që se kanë tregu nivelin e trimnis njëjtë, edhe kjo ka kriju i rritim. Edhe u vendas Kosovë, qaj që ka luftu e trem, qaj që s'ka luftu së shumica, u do keme shkelgojët. Dul Albin Kurti, një person që jo se s'ka luftu, po ka thirrë në demobilizim, pra ka thonë mos se kapni armën, nuk e kapi kur armën, midis lufte, mas ngjarjes së Asharajve. Edhe dul Albin Kurti i shajke këta komandantat. Dul një trem që s'ka luftu, që po do këtë se me ko ma trem se këta që ka luftu. Automatikisht, për një pjesë të madhe të burrave në Kosovë, u hap një dritare, jetë trem edhe nëse s'ke luftu. Kjo Albin Kurti e bon një veprim tjetër, i ndoti motivet e luftës. Këta tha ka luftu për me vjedh. Edhe një përgjigje. Tash ai që ish ik, e ka pa gruja të ik, e ka përjetu si për shtrem, unë gjallë pak, se kur i thejke na i kush, ti a ke luftu, s'ko ke trem nëse s'ke luftu, a i thejke, jo njëm trem se Albin Kurti, plus unë e normal që s'kom luftu për me vjedha. Këta njerës, që Albin Kurti ja u ka jap mundësin murin gjallë, me përjetu vetën o njëherë si trem në një shoshniku me qenë trem është dërënësishme. Nuk ta lëshojnë Albin Kurtin edhe me dalë në onën me ushoj. As nuk ka lidhe me veri, as nuk ka lidhe me shtesat fëmijëve, as me kur gjo heq. Se për ndryshe, nuk e kishim për cjell këta, në ndryshime kardinale që a i bën. Pra, këta e dojnë Albin Kurtin, kur thot ne do të ashlirojmë verem dhe shkon veri, të njëjtit e dojnë Albin Kurtin, i cili tregon të jeta gjora, që kur i ka thonë Agim Veliu, ha të shkojmë bojmë operacione policore në veri, kë i ka thonë jo, pse po do më fërku me Serbin. Këta e dojnë Albin Kurtin edhe kur thot taj që nuk ka bisedime me Serbin edhe takime me ta, pa u këthyt pa gjetërit, këta e dojnë Albin Kurtin edhe kur pa u këthyt pa gjetërit, ka bisedime atje. Këta e dojnë Albin Kurtin, jo veç në gjërat të ndryshme, në gjërat të kundërta. Dhe arsyet janë që ato që po t'i thamë. Ringjallja e tyne, për mes kësaj dritare që këja u hapi, trem pa luftu, dhe ndotje motive të atyre që ka luftu. A i kënë njësa shumë në sa milë është tokë, kishë pa blet tokë në luft. Kishë shetë të shka ko të menuaj, për pasoni. Pse s'ka luftu ty? Pas luftojnë në për me vjedhë, se kur këta, pa asë një diskutim edhe këta ja u jep me numra. Pasonikat më të mëdhaj në Kosovë, lidhe me ushekë me komandanta s'kanë. Pasonikat më të mëdhaj në Kosovë, me pronat më të mira, me kapitalin më të madhë, me punat më të mira, vazhdojnë me qenë persona që kanë pas babalorët funksionar në sistem. Në sistem. Diskriminimi që ju ka bo Drenicë për 100 vjetë,
edhe 50 vjet tjera, krejt bugjetin e Kosovës me paqu vishën Drenic, s'kish mujt me u barazu me çfarë diskriminimit madh ju kanë bo. Jo adene se s'ka pas rrugë të asfaltume pe Prishtinë në Drenic, dy realitetet kundër ta janë konë komplet, atje bombardime, këto bira 40 kilometra ko distanca. Mas lufte, 85% trupëve nuk janë kot shtrume në Kosovë. Që për autostrada, apo se ka ditë ku shka janë. Nalë pak edhe imaginani. 85% trupëve nuk janë kot shtrume në Kosovë. Vish parënoj çfarë bafnie dhe çfarë diferencë ka ekzistu. Edhe në 100.000 banesa, elita shqiptare jugoslave para lufte, 100.000 banesa i ka përvetësu. Sa duhet me vjedha i komandanti luftës me arrit me i boj 100.000 banesa? To e numra statistika, kush o interesu ma hëll, ja u qaj. Ka ekzistu mas 70-ës me kërkes bashkimit Europian për Jugoslavi, për shkak se ka pas diferencë të madhe mes, për shkak të azojmë Slovenisë dhe Kosovës, BE-ja i ka kërku Serbisë që me intervenu me përmirësu gjendjen në Kosovë, se brenda një shteti, diferencë shumë e madhe. Si pas të dhënave statistika, nxjerrën nga enti statistikës në ish Jugoslavi, edhe institucioneve të drejtësisë atje, 45% e buxhetit shtesë që e ka qenë Serbia në Kosovë, si kërkesë e Bashkimit Evropian, është vjedh për funksionarëve shqiptar, Jugoslav, shqiptar, komunist. Pra, edhe 100 vjet me vjedh komandantat e luftës, as nuk i ofruan Veton Sërroj. Veton Sërroj ka pas deklarën pasunis 40 milion euro. Pse amër nuk i pengoj pasunia Veton Sërroj kërkuj? Pra, nuk është ideja atë. Po Albin Kurti ja ka jep mundësin prap se cilit një që ka ikë. Me mujt me thonë, unë shko mikse jam tëtë, po unë s'kom dosh me luftu për me vjedh, edhe unë jam trem se Albin Kurti. 20% elektoratit i rrun Albin Kurti viq për qëta. Pjesa tjetër është mashtrem, munges alternative, ju pëlqen që shfol, një farseri bazi, e të tjera. Po baza është i kjo, shpesoj që kesh i qartë, që ka thash.